takuar shumë për jush gjatë orëve të natës, gjatë orëve të ditës, gjatë orëve të mëngjesit, me shumë për jush jemi takuar nga afër, me shumë për jush kemi komunikuar në rrjetet sociale. Dhe ajo çfarë kemi nisur jam e bindur që do jetë qëndresa më e mirë që ky vend dhe politika shqiptare ka pasur ndonjëherë. Do më lejoni që sot thirrjen dhe fjalën time t'u drejtoj të rinjve, studentëve, vajzave, motrave, nënave të këtij vendi. Unë e di që nuk është e lehtë të përfshihesh në politikë, nuk është e lehtë të përfshihesh në aktivizëm, nuk është e lehtë të reagosh. Është patjetër frikë her pas here të marrësh pjesë në aktivizime qytetare sepse na kanë mësuar të mos jetojmë të lirë, na kanë mësuar të kemi frikë. Na kanë mësuar të mos reagojmë sepse kështu duhet jetojmë, kështu e kanë krijuar propagandën e tyre, kështu e kanë krijuar politikën e tyre, por në fakt a mundet sot një iri të jetoj siç duhet në Shqipëri? A jeton sot një iri siç duhet në Shqipëri? A jeton sot një vajzë e re, një nënë e re me dinjitetin që duhet në Shqipëri? Jo. A jeton sot një student, a ka një meritokraci sot për një student në Shqipëri? Jo. A ka sot dinjitet për çdo shqiptar i cili në përkëmbet, për çdo shqiptar i cili vidhet, për çdo shqiptar i cili duhet të vjetojë për bukën e gojës, ndërkohë që këta këtu vjedhin miliarda? Poshtë qeveria! Ndryshimet më të mëdha në çdo histori botërore kanë nisur nga pak njerëz, nga një grup njerëzish. Ajo çfarë ne po tregojmë, çfarë ju po tregoni është se rezistenca do jetë fitoria më e madhe e këtij vendi. Këta do largohen dhe ne do i largojmë. Në ditën e parë ishte vetëm një karrige, ishte vetëm një njeri, në ditën e dytë u bën disa, në ditën e tretë u bën 10, çdo ditë po bëhemi qindra, do bëhemi mira dhe do tregojmë se shqiptarët dinë të reagojnë. Do dëgjoni pafund këto ditë në rrjete, do dëgjoni që jemi të shitur, do dëgjoni se jemi të blerë, do dëgjoni se jemi të Ramës, do dëgjoni se jemi të Berishës, do dëgjoni se jemi të Sorosi, do dëgjoni se nuk e kemi seriozisht, por qëndresa juaj, ne të gjithë së bashku do tregojmë se jemi qytetarë të lirë të këtij vendi, që nuk shitemi, që nuk blihemi, që rrim këtu dhe reagojmë. Ju lutem, është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptojnë momentin historik ku ndodhet vendi. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptojmë që nuk duhet të kemi çmim. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptojmë që ky është momenti ku kemi mundësinë të ndryshojmë historinë e vendit tonë. Duhet ta bëjmë Shqipërinë sepse kemi amanet nga të parët tonë, duhet ta bëjmë Shqipërinë sepse këtu duhet rrisin fëmijët tanë me dinjitet. Na u bashkoni çdo ditë, çdo natë, pa pushim, derisa t'japim mesazhin, derisa të ndryshojmë këtë vend, derisa të largojmë ata që na kanë vjedhur çdo pikë dinjiteti, çdo pikë djersë tonë, të prindërve tanë, të familjarëve tanë, dhe të tregojmë që nuk do jemi ne ata që do largohemi më. Do jenë këta ata që duhet largohen. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Kemi pak të të kënatë ritualin. Dorë hiqu! 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 Miq, shikojni pak ato dyer. Sot i kanë veshur me ekur. Çfarë frike e ke Dirama? Pse t'ka zënë frika? Apo se këtu përballë ke qytetar të lirë dhe e di që shumë shpejt do ta kesh bulevardin plot? Dorë heqje! Dorë heqje! Dorë heqje! Dorë heqje! Dorë heqje! Në fakt, të merri Edi Ramës këto ditë jeni ju. Sepse ju jeni qytetar të lirë, sepse ju jeni njerëz që këtu vini me vullnet, sepse këtu vini njerëz për te urdhrave,
sepse ju jeni të gatshëm që në të ftohtin e dimrit të përballeni si njerëz të lirë, duke i vënë përballë fytyrën tuaj, nderin tuaj, dinjitetin tuaj, korrupsionit të papar të Edi Ramës. Dëgjoj shpesh që i referohen me duar trokitje atyre që ndodhin jashtë. Për shembull, një 16 vjeçari në Nepal e shikoja në rrjetet sociale që thoshin të gjithë si nuk doli një këtu i tillë. Në fakt, po të kish dal këtu, do t'i kishin vënë bisht, e po të kishte bisht, do t'ja kishin prerë, sepse ne këtu kemi një sistem i cili jetë para tuaja të vjedhura nga pushteti, të analist, nga këta që bredhin panak më panak në mbrëmje në televizione për të shplar popullatën, për të bërë lavash truri. Nda kjo qëndres është një qëndres e njerëzve të lirë për të fituar terren. Nuk arrihet në sukseset e vendeve tjera nëse ne nuk sillemi si ata. E pa çfarë ndodhi në Bullgari. Në Bullgari populli e detyroi qeverinë të Doriçej, por ata luftuan me muaj, ata u bashkuan gradualisht. Nuk është e vërtet që dolën brenda një jave. Luftuan me javë, me muaj të tëra. Nga 5 u bën 10, nga 10 100, nga 100 500, nga 500 1000, nga 1000 10.000, nga 10.000 100.000 dhe detyruan qeverinë të Doriçet. Po çfarë po ndodh në Ballkan? Rumunët 2 ditë më parë janë çuar në protesta. Janë çuar për të bërë atë që bën bullgarët, bashkë kundër korrupsionit, sepse ata popull kanë respekt dhe dinjitet për veten e tyre, ndaj ne duhet të sillemi po në atë mënyrë. Nuk ngelen pas fermerët grek, kanë javë që janë quar përballë pushtetit dhe janë quar për gjëra që këtu ne nuk i konsiderojnë fare. Janë quar se subvencionet nuk ju kanë kaluar në kohën e dur, nuk ua ka mohuar njeri, thjesht nuk ua dha në kohën e dur dhe ata po bllokojnë të gjithë vendin për të drejtat e tyre, sepse ata janë një popull që kanë respekt për veten. Por mbrëm, në Hungari janë quar popujt dhe aty, sepse të gjithë popujt në Ballkan po kuptojnë që është koha për t'i dhënë fund autokracive, është koha për dinjitetin e njerëzve të lirë, ka ardhe koha që këtu ta shporrim autokratin Edi Rama. Kini besim se ne mund t'ja dalim. Nuk ka fuqi më të madhe se protesta e njerëzve të lirë. Nuk ka fuqi më të madhe se një popull që kërkon dinjitet. Nuk ka fuqi më të madhe se njerëzit kur bashkohen përballë atyre që na vjedhin. Ndaj bashkohuni, të bashkohen fermerët në çdo anë, të bashkohen blegtorët, të bashkohen arsimtarët, të bashkohen të rinj, të bashkohen prindrit, të bashkohen të gjithë kundër atyre që na vjedhin. Sepse nuk ka katolik, ortodoks e musliman në këtë histori, sepse nuk ka të gjatë të shkurtër, sepse nuk ka njerëz me ngjyrë pa ngjyrë, sepse nuk ka të djathtë të majt, jo, ka vetëm 2 palë në këtë histori. Janë ata sipër që na vjedhin me një mesazh 53 milion euro, me një të rëndëlapësit 100 milion euro, me një fap të firmave 400 milion euro nga inceneratorët. Janë ata sipër dhe ne poshtë që punojmë për të na vjedh ata, dhaj, ne poshtë duhet bëhemi bashkë kundër atyre sipër, për t'i shëmbur, për t'i shporur, për t'a ndryshuar vendin tonë. Ndaj ju njerëz ta dheut, mos u ndani,
Mos u kompleksoni, mos pranoni propagandën e atyre që pasi flasin mbrëmjeve në televizor, marrin llokmat nga pushteti. Shikoni interesin e familjeve tuaja. A keni në fund të muajit lek mjaftueshëm për të jetuar me dinjitet? Shikoni në fund të muajit, a keni mundësi të barabarta në këtë republikë të pabarabartish? Shikoni kur shkoni në spitale, a gjeni ilaçe, a gjeni trajtim, a gjeni kushte për të trajtuar me dinjitet si qytetar normal të një republike normale? Shikoni në rrugë kur kaloni, a trajtojni njësoj ju me të fortët me makina, me xhamat blinduara? Shikoni kur shkoni në gjykat apo në hipotek për pronat tuaja, a i gjeni ju të drejtën njësoj si të fortët apo njerëzit me pushtet politik? E nëse ju në shumicën tuaj nuk e gjeni të drejtën e pronës, nuk e merrni trajtimin shëndetësor si duhet, nuk e merrni trajtimin shkollor si duhet, e fëmijët tuaj duhet ikin nga ky vend. Bashkohuni për ta ndryshuar. Askush nuk mund ta bëj për ju, vetëm populli për vete. Ndaj, kjo rezistencë që po rritet dita ditës, sikur dhe një njeri më shumë, tregon se ka njerëz të lirë. Ne me qëndresën tonë do t'i bindim të gjithë për seriositetin e kësaj që po bëjmë. Ne me qëndresën tonë do t'a shkrim akuj në zëmrat e shgënjyra të shqiptarve. Ne me qëndresën tonë do t'i bashkojmë pjesëzat e ndara të atë deut të popullsisë tonë, si që bashkohen pjesëzat e ndara të mërkurit, për të krijuar një masë homogene të popullit përballë regjimit të hajdutëve. Ndaj, çdo ditë e në vazhdim këtu, pa ndalim, asnjë ditë, nesër, kujdesuni që të merrni secili një të afër më shumë, një shok më shumë, një mik më shumë, një bashkëpunëtor në biznes më shumë, se duke marrë çdo ditë nga një më shumë, mund të shtohemi, e kështu do të hapet fjala, e kështu do të rritet besimi, e kështu do të marrin zëmër ata që nuk kanë, për të bërë shumë, aq sa Edi të iki nga sytë këmbët. Dhe për ta mbyllur, kam një shprehje që unë e di që ati e dhëm shumë. E dira ma frikacak, frikacak, frikacak. 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 Në sytë e mi, të gjithë ju që jeni këtu sot, jeni njerëzit më të bukur të kësaj republike. Unë e di që ata që na ndjekin, unë e di që ata që na ndjekin janë shumë me zëmër tu, por nuk po e gjinë ende guximin, nuk po e gjinë ende motivin. Dhe unë them, nëse je një princ që nuk ke mundësi ta ushqesh në darkë fëmijën tënd, nëse nuk del atë ditë në punë, je pikërisht personi që duhet të dalësh të shesh, sepse të kanë lënë një republikë të shkalafitur ku buka e fëmijës tënd varet nga dita dhe ekzistenca jote. Çfarë do të bësh ti nëse një ditë fatkeqësisht shumë jetën dhe fëmia jot ngelet në mëshirën e këtyre banditëve? Çfarë do të bësh ti nëse një ditë të son aksident, ngelesh në shtrat dhe nuk del dot më të punosh, dhe fëmia jot dhe ti ngelesh në mëshirën e këtyre banditëve? Ndaj duhet të çohesh, tani që ke mundësi, tani që mund të ecësh, tani që je gjallë, për të garantuar të ardhmen e familjes tënde. Sot jam krenar para jush, sepse kam guxuar t'i them jo tundimit të ofertave të njeriut më të korruptuar të Europës.
Dhe sot, me kokën lartë, i kërkoj kujtdo një bashkim të madh vlerash përballë bandave që kanë marrë peng Shqipërinë. Është koha për ta bërë Shqipërinë së bashku. Shihemi në ditën e bashkim, pa ndalim zotit, pa ndalim zotit. Forca! Tani mikrofoni është i hapur nga sot dhe në ditët të vazhdim me intelektual të këtij qyteti, të cilët po afrohen, po ideojmë një forum qytetar që përveç se protestës, këtu të diskutohet për problemet e këtij qyteti dhe këtij shteti dhe këtij kombi, poshtë zyrës së kleptokratit, poshtë zyrës së atij që erdhi këtu për të demokratizuar Shqipërinë dhe na shkthyer sot në metastazën më të rrezikshme që ka parë ky vend ndonjëherë. Ndaj në këtë shesh ne do të ndërtojmë një forum qytetar ku njerëzit vinë të flasin problemet e tyre, të thonë mendimet e tyre dhe të dëgjohen nga njëri tjetri për të bashkuar përballë regjimit autokrat të Edi Ramës. Faleminderit.